që me i thonë për me reflektu mendja e tij, që ai njeri të reflektoj dhe ta di rëndësinë dhe peshën e këtij muaji të bekuar të Ramazanit, në cilin muaj ka zbrit Kurani. Si thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi fil yawm al-qiyam. Pra, agjerimi dhe Kurani do të bëhen ndërmjetësim për abdin, për krijesën, për robin, ditën e kiametit. Pra ditën e kiametit do të bëhen ndërmjetësim agjerimi dhe pra namazi dhe veprat e mira, po edhe Kurani. Pikërisht pra, Siyam dhe Kurani, të dyja këto janë të gërshetura, të ndërlidhura në një darë të ngushtë mes njëra tjetrës, që i bojnë hije sikur një lis i madh njëra tjetrës, që kjo hije është hije e rahmetit të Allahut, që është në këtë muaj të bekuar, që është muaji i sabrit, është muaji i durimit, është muaji i sakrificës, është muaji i bujarisë të madhe, është muaji në të cilin ne falim dhe presim falje. Dhe pikërisht është një lutje madhështore në këtë muaj që ka, do të thonë, ne ka mësu pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, Allahumma anta afun tuhibbu afwan fa'fu anni. O Zot, ti e falës e do faljen, na falni. Pra ti e falës e do në faljen, na falni. Dhe kjo falje që vjen prej Rabbul Alaminit, që është Ghafur Rahim. Pikërisht Zoti tha në Kur'an, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allahu fal shumë.